na ka treguar që kjo quhet pa pastërti. Edhe ajo quhet najasa al-hukmiyya. Pa pastërti. Jemi faqe 26. Atje nuk është i shkruar, po ta kemi dinja. Atë najasat hukmia, për shembull, ne jemi pa abdes ose pa gusul. Ajo nuk duket që jemi pa abdes ose pa gusul, por shariati na ka treguar që kjo quhet pa pastërti. Ajo është najasa al-hukmia. Najasa që shariati na ka thënë. Kurse najasa haqiqia. Najasa haqiqia është najasa i dukshëm. Edhe ne themi urina, jashitja kafshave njeriu, ato janë dukshëm, gjaku, qelbi, ato që janë. Edhe najasat haqiqia edhe dhahiria dhe haqiqia, ajo është haqiqia. Kurse najasa janë dy lloj, ghalidha dhe khafifa. Në najasat në rëndësinë e vet ose në sipas domethënë sa najasat i madh është i vogël është, ka dy lloj. Najasa ghalidha që quhet një najasa është rend, pa pastërti rend, edhe najasa khafifa pa pastërti lehtë. Në najasat i rend nuk ka tolerim. Në tolerim është po është shumë pak, kurse najasa khafifa ka pak tolerim. Najasa ghalidha është për shembull është gjaku njeriu, spermi njeriu, jashitja njeriu, jashitja urina hol njeriu, ose kafsha që nuk hahet mishi atyre. Ato gjithën gjaku njeriu ose gjaku kafshave, ato gjithën najasa ghalidha dhe nuk janë falur. Tolerim është shumë i vogël, edhe ajo është rasti kur domethënë është njeriu është pa mundur për largimi. Edhe ajo najasa ghalidha është falur vetëm si një qëfë është lengshëm. Është falur si 1.000 lekë tonë, rial është kjo. Ajo vendi bosh që është, si thonë kjo, këtë pjesa? Palmë dorë, se dhe zakonisht 1.000 lekë që kemi në Shqipëria, ose 500 lekë Shqipëria, kaq është falur në momentin i qëfë se ti nuk ke mundësi të largosh atë. Edhe pse ke dinja, nuk largon dot, aq është falur, mund të falësh namazin ka këtë, po më tepër nuk është falur, është po i pastër. Edhe në qëfë se është në sasia, domethënë është trash, diçka atëherë kanë fukaha kanë llogaritur afërsisht 3 ose 4 gram. Që është falur, pastaj më tepër nuk është falur. Edhe mënyra pastrimit të tij është, domethënë largimi kompletisht me shtrydhje. Nuk mjafton vetëm që ke larguar shenja nga rroba, nëse është në trupi është, në trupi mjafton edhe nëse kemi larguar, por në rroba nëse sepse rroba thith pa pastërtin. Atëherë jemi detyrueshëm të edhe shtrydhemi. Edhe fuqaha ka shkruar mënyra sunnet është minimum, domethënë maksimum është 3 herë. Ose nëse ai qet pas pastrimi me 1 herë ke shtrydhur mirë, ajo pastrohet. Kurse janë gjëra, për shembull thika, shpata, ose mund kemi tapeta i madhe në xhami. Sot kemi shumë pajisja që me atë pastron njeriu. Por prap tapeti nuk është i shtrydhet. Edhe thika ose para ato shariati ka bën lesim ose kapusat që ka njeriu lëkura, që nëse lan, atëherë ato prishet. Atë momenti shariati ka thënë mjafton largimi trupi edhe larja, edhe për tapeta. Ke lar mirë në vendin edhe ke larguar pa pastërti, atë pastrohet. Nuk ka nevojë shtrydhje nëse është e vështirë. Edhe najasa khafifa është ajo najasa që është lehtë. Për shembull, urina kafshave që mishi e tyre hahet. Urina kafsha halal. Për shembull lopa, dhi, drer, ato gjitha që ne hajemi, mishi e tyre, urina e tyre është najasa khafifa, najasa i lehtë. Najasa i lehtë është kuptimi
që është falur deri në çerek. So, për shembull, është lagur tu komplet. Atëherë do shohimi një çerek soba, shohim jo komplet rroba. Pjesa so, për shembull mëng deri në çerek, më pak nga një çerek është falur. Ashtu kjo këmbët deri në çerek është falur brenda një çerek. Edhe nga shkaku tetrash, për shembull, kur zjerim qumash, kur mielim qumash, gjatë mielja ndoshta lopa ben urin. Atëherë ato pika që kanë shariati ka falur ato. Se është e vështirë gjatë mielja nëse ka bërë urin ta ruan ke koha ose ke një ana që edhe bëhet komplet zakonisht nuk din njerëzit këtë çështja që nëse ka hyrë urina disa pika lopash është falur nga shariati. Nëse prej nesh nga musliman nga herë bën ashtu që nëse ka dëgjuar që ka rënë disa pika ujë, urina unë kur tregova para disa vëllezër para disa ditë ato çuditën. Ne nuk dishim që ka lehtësim këtë shariati. Por fuqaha kanë qartësuar nga shkaku që kjo është e vështirë për njeriu. Ne mos shohim unë personal që jam duke mirë, por në gjithë dunia në një vakt, në momenti sa musliman janë qenë duke bërë, sa lopa janë, sa deve janë, sa dhi janë, edhe bulli sa çfarësh, tani ai gjatë mielja nëse ka bërë këtë veprimi edhe kanë hyrë disa pika urina, nuk quhet qumashi pa i pastër. Edhe kjo është najasa khafifa. Urina ato kafshave që mishi e tyre është halal. Por edhe biles najasa khafifa është nga shkaku tjetër, që është diskutueshëm. Imam Shafi'i, Imam Ahmed bin Hanbal thonë ai është i pastër. Edhe nga shkaku hadithi Profetit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur fisi Urena në Medina, edhe atë kanë pranuar Islam me dukja. Se me vonë kuptuam ne që kanë pranuar Islam me dukja, kur do të tregoj ngjarje plot. Edhe nga që erdhën në Medina, sipas hadithi, atyre nuk erdhi rast, ose nuk erdhi, bëjmë nga herë ne shkojmë në një vend edhe nuk na pranon trupi jon, ambienti ose klima e vendi. Ashtu nuk ka pranuar klima Medina për ato, edhe kanë fryrë bark. Është një lloj sëmundje, ashtu nuk dalin gazra nga trupi. Edhe dërguar Allahu xhaleshanu ka thënë shkoni jashtë Medina, ishte një fusha i madh, aty rishin devet dhit sadaka. Edhe dërguar Allahu xhaleshanu ka thënë shkoni pini urinat deve, edhe qumashi, edhe Allahu ka për të shëruar. Edhe kur kanë ikur ato, kanë pirë edhe u shëruan. Po ashtu si sta në fillim që nuk kishin pranuar Islam me pastërti zemra, ishin vetëm me dukja, ato kanë vrarë. Kanë vrarë shoku Profet alayhis salam që ishte Roja. Roja ishte djali Abu Dharr Ghifari radhiyallahu anhu, atë kanë vrarë ato. Edhe i kanë vrarë shumë e keq. Domethënë kanë ngrohur ato, hekur në zjarr, edhe kanë futur në syrin e tij, kanë prishur syrin, pastaj kanë vrarë me keq shumë. Dërguar Allahu xhaleshanu kur informohet, ka dërguar sahaba brapa, edhe ato kanë kapur edhe pastaj atyre ashtu ka bërë. Nga këtë hadithi që dërguar Allahu xhaleshanu ka thënë për të pirë urina deve, ato Imam Shafi rahimahullah dhe Imam Ahmed bin Hanbal argumentojnë që urina deve është i pastër, edhe ato lejon për të pirë për ilaç. Kurse Imam Abu Hanifa rahimahullah thotë jo, ai është pa i pastër, dërguar Allahu xhaleshanu për ilaç ka dhënë. Edhe biles Imam Abu Hanifa i shton fjalët e thotë ishte dënim, se ishte munafik. Edhe Allahu xhaleshanu ka dënuar nga mënyra atyre që ka detyruar ta pi urina deve, që është kundra fitrat, që nuk pranon njeriu. Prandaj tek Imam Abu Hanifa ai është pa i pastër. Por nga që ka çdo çështja ku del mendimi i ndryshëm, atëherë leçon puna. Edhe kur leçon puna, për shembull, lezimi Fatiha brapa Imam Abu Hanifa dhe Imam Malik, Imam Ahmed bin Hanbal thotë nuk ka lezimi brapa Imam. Kurse Imam Shafi është detyrueshëm lezimi. Atëherë
Një njeri që s'ka lezu Fatiha çfarë ka, gjitha imam thot namazi quhet. Se ka lezuar kjo puna, se ka dalë kundërshtim. Edhe ashtu është çështja urina deve. Domethënë, në qoftë se dikush doktori thot që nuk ka shërim, na ka ti sëmundja pa pi urina deve. Atëherë ajo para atë momenti lejohet, sipas Imam Abu Yusuf, sipas Imam Muhammad që janë në mazhabi Abu Hanifa. Po Imam Abu Hanifa thot, Allahu nuk ka lënë shifana haram edhe në papastërti. Ai është pa i pastër sipas mazhabi jon. Edhe vlezër duhet dim një gjë, unë isha në umra katëherë. Jo, herës tjetër kur isha, atje ishte një grup i ka Kosovë. Edhe ato vlezër thot do ikim në një vend, do rigjalim një sunnet i Profet alayhis salam. Unë sa çfarë ka rigjale sunnet? Dhe ai hoxha, mashallah, ai tha me shumë dashuri, domethënë me shumë vullnet, që do ikim edhe do pim urina deve tha, bashkë me duke bashkuar me qumash, që është sunnet i Profetit. Vlezër, sunnet nuk është çdo gjë që ka ardhur në hadith quhet sunnet. Në hadith ka ardhur, do vinë rregullat tani kur si krijem nevoja holtrash, që dërguar Allahu xhaleshanu në Sahih al-Bukhari është një herë ka bërë urinë më kam, po kjo bërje nuk quhet sunnet. Ai ka bërë nga ishkaku, edhe ka ardhur dy ishkak në hadith. Një është dërguar Allahu xhaleshanu është duke ardhur nga ustimi, edhe është ulur në deve. Edhe vlezër robi kur ulet në deve, koha i gjatë fillon kjo dhimbja, kurizi njeriu. Edhe është shumë e vështirë disa moment, disa një ora, një çerek ora, 10 minuta, një çerek ora, ulja bëhet shumë e vështirë për njeriu. Gaçi ka gjelur kurizi drejt, është shumë e vështirë ulja. Dërguar Allahu xhaleshanu kishte nevoja edhe ka krijuar nevojën e tij. Në hadith është bash një fjalë tjetër që aty ishte vendi ku hedhin beturina. Edhe vendi ku hedhin beturina, një qef se ka ullur, ndoshta kishte frikë të mos bëhet kamba edhe pis. Edhe ka bërë nga dy shkat. Dërguar Allahu xhaleshanu, jo nga që është sunnet. Se hadithi kur dëgjojmë tjetër që është Aisha radhiyallahu anha, personi që e thot për dërguar Allahu xhaleshanu, që ai ka bërë urina me kam, ai është gënjeshtar. Si justifikohemi atë? Ajo që jeton në dërguar Allahu xhaleshanu në jetën e tij bash, ajo tregon real sunnetin e tij. Kurse ai shoku Profet selam që transmeton hadithin në këtë xharia, ai tregon një xharia që ka ndodhur për një aksident. Se nuk merret argument. Atëherë në argument merret në aksident po, nëse ti ka arritur këtë situata, ti krijon një uja, nuk do vesh në izar. Se nuk ke gjetur për të ulur vendi. Që edhe bëm në izar. Po, do krijosh më kam, nëse erdhi një uja, për nuk sunnet nuk quhet. Sunneti quhet një veprim ku ka për neve shembull. Kjo nuk është shembull. Shembulli është uljeme. Edhe prandaj Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thot në Sunan Tirmidhi është hadith që është nga jahiliet berja urina me kam. Dhe nuk është veprimi e mirë. Derisa ti ke mundësi për të ulur. Atëherë pirja urina deve nuk është sunnet. Po në qoftë se një doktor i thot në këtë ka shërim, këtë ilaçi ka atëherë shariati lejon. Edhe ashtu, domethënë është kjo është puna pastërti, pa pastërti al-khafifa, najasa al-khafifa. Tani është duke treguar i'lam anna al-istinja ala 5 awjuh. Istinja kuptimi është pastrim pas nevoja të rashur se hol, është me 5 ka shkruar, po 5 nuk janë, 4 janë me thënë drejt. Një ka treguar kot, ja tregoj. E pari është wajib, është detyrueshëm. Kur është wa huwa ghaslu najasati al-makhraj fi al-ghusl 'inda al-janabati wal-hayz wan-nifas. Ai është në momenti kur një njeri është me junub. Buri është në junub, graja duke pastruar nga hajzi dhe nga nifas, domethënë nifas quhet pas lindja që del gjaku. Edhe hajzi është që zakoni muaj. Atëherë kur pastrojnë janë detyrueshëm edhe buri që pastron mirë vendi i turpshëm vet, se nga ati vend ka dalë ajo pa pastërti. Edhe kështë istinja ose këtë larje është detyrueshëm ajo moment vendi. Dyta është detyrueshëm edhe kur
kur kalon pjesa, do më thënë një qëfës është ke ber urina hol, edhe ka ber komplet ka dal, nuk ka gerur asë gja vetëm vendi ku ka dal, ka gerur pak fare lagur, nga që është falu në sharia dhe ti s'ke asë gja për të pastruar momentalisht. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në regullet istinja edhe mënyrë pastrimi, edhe në gjasa ghalidha dhe khafifa. Dhe kemi diskutuar që urina devet e ka hanaf nuk është i pastër, por është pa i pastër edhe në gjasa khafifa është. Edhe është nuk është lejuar të pim duke menduar sunnet. Aja është ilaq, thjesht. Tjetër kemi bërë rekord, inshallah dhe du gjësh diçka që kemi foru. Atër dujta është që në gjasët i kur kalon vendi, por shumëbëll dalja urina jonë që është vendi, një qëfë se ka të pruar është jemi të turusëm të pastrojme edhe. Një qëfë se nuk ka kaluar vendi ku ka dal, atër është pastrimi është sunnet, ose është lejuar është. Athalit, tetri është sunnet sot, wa huwa idha lam yatajawaz an-najasa makhrajan fa ghusluha sunnatun. Nuk është kaluar vendi, ku del vendi pa pastërti, një qëfës është në vendin e vetë është sunnet, pastrimi është mirë. Kurse mustahab është që ai duhet wa huwa idha bala wa lam yataghawat yaghsilu qublahu. Ka berë sot kur ka berë urina, edhe nuk ka berë jashit të trash, duhet pastrohet mirë prap vendi. Vlezër edhe ajo pastrimi quhet në kohën tonë që kanë dalë ato letra higjinës. Ose në kohën Profet sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhallahu shanu ka lavdruar njerëzit Xhamia Quba në sura Inna Allaha yuhibbul mutatahhirin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Në këtë ajet Allahu xhallahu shanu lavdron Xhamia Quba njerëzit dhe dërgo Allahu xhallahu shanu kur ka zbritur këtë ajet ka thirrur edhe ka pyetur se jeni çfarë veprimi jeni duke bërë që Allahu xhallahu shanu ka lavdruar. Ka thënë dërgo Allahu xhallahu shanu para sa ne pastrojmë me vendi ton pas nivoja, e pari ne pastrojmë me gur, me dhe, edhe pastaj pastrojmë edhe me ujë. Edhe kjo du fish pastrimi Allahu xhallahu shanu ka lavdruar. Edhe letra e gjina këtë punë bën. Kjo është mirë. Thotë wa yajuzu listinjau bil hajari wa ma yaqumu maqamahu. Ja, kjo është që është të lejuar pastrimi me gur, gur kuptimi është vlezër është dhe, gur dhe, që ai i thith, ashtu si letra e gjina thithin, ashtu kjo thith. Prandaj, wa ma yaqumu maqamahu, edhe çdo gjë që është vendin e tij, në kohën tonë janë letrat. Prandaj, po dikush një njerëz në udhëtimi edhe është në fusha ose është në xhungull, në atë moment është kjo. Por larja me ujë është më e miri, kurse larja me të dyja është shumë e mirë, që ka lavdruar Allahu xhallahu shanu. Një nga rregullat të vlezër krimi nivoja hol ose trash është që zakonisht ne nuk kujdesim, nga që ne nuk dim, veçanërisht xhamati jon, që nuk duhet drejtojmë qibla kur bëjmë nivoja trash ose hol. Banjët tonë kur dërtojmë shtëpia do të kemi kujdes që mos janë në drejtimin qibla. Është në hadithi Profet sallallahu alaihi wasallam shumë i qartë që la tastaqbiluha wa la tastadbiruha. As kurizi nuk duhet, domethënë as drejtimi nuk duhet, as kurizi jon nuk duhet nga qibla kur jemi duke krijuar nivoja. Nivoja jashitje trash ose hol. Është hadithi Profet sallallahu alaihi wasallam إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. Në Madina ishte qibla nga junub. Junub kya? Vesh. Junub është në gjuha urdu vlezër, jo arbia. Edhe ne themi isht vesht, pastaj që bje? Jug, lindja pastaj? Veri ishte. Në Madina është, Islam ho jati timami, në Madina qibla ku bje? Nuk e di, ja. Nuk e di, ajo, në gjihati. Në bje në veri duket, në Madina, edhe dërgo Allah xhallahu shanu ka thënë që fitura juhet duhet ose në perëndim,
ose në lindje. Nga i shkaku që në Madina nuk binte qibla as brapa, kupton? Binte në veri qibla. Prandaj ka thënë dërguar Allahu xhallahu ashtu. Jo në veri, që thonë? Veri dhe jugu pastaj të të lindje dhe jugu pastaj? Veri dhe? Veri jug, lindje për Tamam, dërguar Allahu xhallahu ka thënë që beni në lindja ose në perëndimi, se në Madina nuk ishte në qibla në lindja në perëndim. Ne kemi jug lindja. Kurse në Madina bie ajo që thash te dronë, që thash? Bie se me qenë jug lindja ose veri lindja. Në veri bie. Po, mirë. Edhe prandaj dujtash rregulli dujtash që nuk duhet makam. Allah yabula qaiman. Në jug bie, tamam. nga Medina me ka Në Medina bie në jug, lezat. Nuk bie as në lindje as në perëndimi kuptimesh, në jug bie. Ashtu si thash, në Medina. Edhe Shqipëria ka jug, Jo, po ne kemi jug lindja, përshësh. Jug lindja. Po kurse në Medina është në jug komplet. Kurse dytash nuk ka, ne kemi përmendur tani para sa vine Imam Avniu që nuk duhet makam. Ajo hadithi Profet sallallahu alaihi wasallam që është hadithi Bukhari, dërguar Allahu xhallahu xhallahu ka berga i shkak. Nga dy shkak, një që kishte dhimbja kurizi, dytë ishte vendi pa pastërti ku ka berë dërguar Allahu. Prandaj ajo nuk është sunnet. Tjetër an yestatira minan nas, duhet dihet që duhet largohemi nga njerëzit ose duhet kemi na perda ta mos shikon njeriu. Po Allah yabula fi tarikh, nuk duhet kemi në rrugë ose në vendi ku është hija. Lëza vendi ku është hija kuptimi është nën pema. Kish kuptimi. Se sot në baja ta në hija, kuptimi është nën pema nuk duhet. Pse vend nën pema jo? E pari Allahu xhallahu shanu nën pema njerëzit marrin rahat gjatë udhëtimi. Ose janë krijesat Allahu xhallahu shanu gjin ato. Edhe nuk duhet edhe në vrim, nga dy shkak. Do shta në vrim është një gjarë për diçka edhe kemi dëmtim. Ose ne i fusim në siklet krijesat Allahu xhallahu shanu, për ka diçka ku nuk dit. Edhe do shta është shtëpia gjinve edhe në dëmton. Ka shumë i shka që dërguar Allahu xhallahu shanu ka daluar berja urina në ato vendet. Pastaj an yadkhul al khala, kur hyrim në bedul khala, në bajo duhet themi dua Allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith. Ja Allah, unë jam duke kërkuar mbrojtjen nga gjin bura, femër, meshku, wal khaba'ith, femra. Edhe kur dalim, zakonisht tek neve i shkruhet një dua ghufranak, po as duaja është gjatë. Është ghufranak edhe është në hadith Nasai Ibn Majah, unë tu kam lënë shenjë. Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Falënderimi takon Allahu madhruar, cili ma ka larguar siklet edhe ma ka dhënë qetësi. Sa dua e mirë është kjo. Inshallah. Edhe kjo duaja themi na fund. Pastaj pastrimi nuk duhet me dora i djathta, po duhet me dorën e imajta. Kjo është pastaj anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi yaminihi wa yastajmiru bi yasari. Nga hadithi dërguar Allahu xhallahu shanu që dërguar Allahu xhallahu shanu hante me dora i djathta edhe stinxha ose pastrimi bente me imajta. Edhe në hadith tjetër ka ardhur që gjitha gjërat e mira dërguar Allahu xhallahu shanu bente me dora i djathta, edhe gjërat që ishin me jo të mirë ose janë të, domethënë është për pastrim gjëra, përdor të dora i majta. Kjo ishte për pastrimi. Blidhja vlezër është që najasat gjithse janë përgjithshëm janë dy lloje, najasa haqiqia, hukmia. Najasa haqiqia është ato najasa që me dukmë janë të najasa, që ne shohim dhe kuptojmë që kish pa pastërti. Hukmia është që nuk ka as me dukja, për shembull unë jam pa abdes, me dukje nuk duket, për shariati na ka thënë ti je pa abdes edhe quhet pa e pastër. Ose jem pa gusul, shariati ma ka thënë që jemi pa gusul edhe quhet pa pastër. Kjo është najasa hukmia. Pastaj najasa janë në sa rend janë najasa janë në dy lloj. Një është najasa ghaliza dhe khafifa.
Najasa ghalidha është najasa i rend. Ajo është si urina njeriu, si gjaku njeriu, si gjaku kafshave, ato gjitha hyrjet atia, ajo nuk është falur, po është falur pak fare që quhet afërsisht si çka ke thënë? Pullon ose palma. Palma e dorës, ose si 500 leka ose 1000 leka, ma pak, jo sa, ma pak nga kjo palma është falur, brenda që është, ajo që është thellë. Po, ma tepër nuk është falur. Po, kurse najasa khafifa është urina kafshave halal. Për shembull lopa, deve, po. Deve, delje, tamam, ato kafshë që hajt mishi atyre, urina atyre është najasa khafifa, edhe është falur ma pak nga 1/4. Domethënë në çdo sop. Për shembull nëse kemi kjo rroba kemi ne meng. Në meng, në qëfse urina lopa ose urina dhibi edhe nuk kemi koha për pastrimi, është lejuar të falesh ti ma pak nga 1/4 nëse është lagur të pjesa. Ashtu. Edhe ashtu është për urina zi ose diçka. Kjo është najasa al-khafifa. Kurse harova shpendet që mishi atyre hahet. Për shembull plum, harabel, diçka të çfarë është? Gjitha do të qenë halal, mishi atyre që është halal, bajgu atyre është i pastër. I pastër nuk është kuptimi të hajemi, a kupton? I pastër është kuptimi që nëse laget roba nuk ka nevojë për të larë. Për shembull, plumbi ka bërë ajo, kupton? Glaz. Atë nuk ka një problem. Edhe ashtu harabel, diçka. Kurse ato i shpenda që janë nga i shpendat, nuk quhet i shpend. Pula çfarë thoni? I shpenda po çfarë quhet? Pula, edhe pse është halal, po glaza saj është pa i pastër. Edhe ashtu pata. Të dyja. Sepse hajnë gjithçka. Po, por se Po. Tamam. Kurse Pse për këta është ndaluar argumenti dallimi nga plumbi për shembull? Sepse hajnë gjithçka. Jo. Për shembull, shkaku është siç janë sot në xhamin Profet alayhis salam ose në Makka Medina, ashtu ishin në xhamin Profet salam edhe në Makka Medina, edhe nëse ato janë shumë, edhe patjetër bën edhe glaza. Deri sa bën prap shari dërguar Allahu xhaleshanu ose shokët e Profetit salam nuk kanë thënë që pastroni atë. Dhe kjo tregon që gaj që ishte halal edhe gjitha kanë lejuar fuqaha. Gjitha ka thënë, edhe pastaj kanë shkruar në masail fiqhu, parandaj është ky i pastër. Ky është argumenti real. Kurse argumenti tjetër që sot vllai Eduardi është kuptueshëm, sa të pula edhe pata ato hajnë gjithçka thot, edhe është shumë e rend pa pastërti atyre. Edhe fuqaha kanë shkruar. Po ato mund pula, pata dhe rosa mund pengohen nga putja në xhami. Kurse plumbi edhe çka janë këto që fluturojnë, si harabeli edhe këto është problem. Jo, po i shkaku pse janë? Muftiu na ka pyetur i shkaku. Pse është i pastër? Edhe ne jemi duke treguar i shkaku, ne nuk themi pse për penguar nëse thot ti, shariati na thon të mbyllë dera, bëj dera, mos hapsh atia, mos lejo, po nuk na ka thënë shariati. Shariati ka lënë natyrë lirshëm, edhe ne themi lirshëm, a kupton? Kjo është puna. Domethënë, argumenti është duke kërkuar Islam hoxha. Edhe ne jemi duke thënë argumenti është kjo që dërgoj kjo vllai jon Adem erdhi tani, kam dhënë ilaç. Domethënë nga koha Profet alayhis salam vazhdimisht harabel, plumbat janë edhe ato bababila, sa duash ka, nëse keni pa në haram, ato janë me miliona në xhamit Profet salam edhe në gjitha, edhe patjetër deri sa ato ekzistojnë, edhe ja shitje bën. Glaza, çfarë thon në shit? Edhe pse kanë bërë, as Profet alayhis salam, as sahaba, as me van fuqa nuk kanë thënë që duhet pastrohet nëse bën ato. Por mashallah ato duke qëndruar atje janë mësuar. Edhe kafshë mësojnë, Allahu xhaleshanu atyre ka dhënë edhe shpendë kafshëve aq logjiku. Ne nuk kemi parë. Domethënë duke nuk kanë bërë. E kupton? A lejon të hapi plumbi?
Po, halal është. Plumbi halal është. Edhe prandaj më duke folur. Kafsha që shpendat që hahet mishi atyre, glaza atyre është i pastër. Nuk është pis, domethënë. Përveç pata, pule dhe rosti ka thënë Imam Avniu. Ato nuk është halal. Kjo ishte që ishim duke folur edhe ishim detyrueshëm të tregojmë. Po që të i pyetje jashtë temës, Po, se është aktuale. Tani për shumë ne kimi veshë meste. po. Kuptohet 24 orë kemi të që të përdohet ata. Aha, Dhe kësaj kohë, supozojmë ku shkojmë në banjo, ne veshëm shapë. po. Po, tani në banjo të kemi me pllaka, nuk është se është tokë, si përpara që turban ujtë e hollë, nuk s'përkatesh. Kurse në këto pllaka, nga që janë të rrëshqiqme, ato pikat e ujtë edhe mund, edhe pse si shohit me sy, edhe mund të s'përkasin të themi mesje, ato mesë. Po. A e ban abdes për 200. Po, do më thënë, kuptimi është mjafton, jo, nuk duhet lahemi. Mjafton nëse ke parë, mjafton që i fshihesh me një letra diçka. Pse është lakura. Edhe ashtu siç kemi thënë në fillim, që thika, shpata, që i shkundet, në qoftë se ti ke bërë ndryshket, në qoftë se ke larë. Janë disa thika që nëse ke pastruar ndryshket ose shpata ose zakonisht ashtu do, shariati e tyre ka thënë mjafton që i fshish me një letër me diçka dhe i pastër. Edhe për toka shariati ka thënë dy gjëra, që toka nëse ka bërë dikush urina pastrohet edhe me kur thahet urina, ose do hedhësh një kova ujë, si për atë ashtu siç ka ardhur një katunar edhe në xhamin Dërgullaj Xhashanu ka bërë urinë me kamaj, edhe sahaba kishin duke larguar edhe Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, ai ka filluar një punë leni, se nëse kishin larguar ai kishte bërë gjithë xhamia pis. Se ai nuk di, njëherë nëse ke hapur nuk mbyllet ai, a kupton? Edhe Dërgullaj Xhashanu ka thënë, ku ka filluar ai le të bëj atje edhe pastaj pastrohet. Ashtu me derdhja ujë, najasatul ardhi yubsuha, hadithi Profeti sallallahu alajhi wasallam. Taharatul ardhi yubsuha, pastrimi tokash kur ajo thahet. Edhe Lidhe me këtë, atëherë mund të themi që është ajo pjesa e sasisë që e toleron, do të thonë sasi e vogël. E supozojmë këto pika. fuqaha ka shkruar pika urinës si ibratun quhet ajo, si themi ne gjulpera, ajo që qepim rroba. Si është janë të falur, shariati ka falur. Ajo pjesa e sasisë vogël. Po, në to lenim, po. Nëse kemi dinja plot, duhet të i fshihemi me diçka, nëse nuk është dinja plot, është fa. Edhe jo vetëm nga ti pyete për çorapet, por ka rasta për shembull kur bem në ala turku, pse ala frangalere, po nëse është në ala turku, gaher urinat vinë sipër aty tek kofshat tona. Ata po them, ala turka po them. Tek kofshat tona bie aty anës. Edhe në qefë se nuk arrite dot për të pastruar që janë të shumë të honë, nuk i kumendje dhe pastaj shetani çfarë ben? Kur jemi duke falur namaz atëherë kujton ti, nuk qet namaziet, se ti s'ke pastruar të urinë holla, kupton? Edhe është falur, ta e largojmë wasfasan. Prandaj shariati thot, prandaj shariati thot në qefë se ti ke bërë urinë dhe ti ke vin wasfasa ty, më mirë është pas urina, hidhe pak ujë si parizari jot, aty vendi turpshëm, sa të kujtohesh që jo, kjo nuk është lagështira nga se thot shetani waswasa jep ti ke lagur vendin ti shetani atëherë vin që unë jam nga që jam ashtu është dodhur, nuk është dodhur nga i shkaku që është. Po. Është edhe diçka tjetër ngjashme me këtë lidhje me banjat alla franca. Po. Kryet nevoja të këto alla franca. Po. Thuhet që kur shtypin atë sifonin, ngrihen shumë pika ujë haram. Dhe thonë që është e përgjyshme mos me qeni ujë në atë moment aty, për arsye se mund dotesh nga Tamam. e madhe ujë që Tamam. del nga presioni. Tamam, shumë drejt ke. Vlezar, pas kafsha që nuk kanë gjaku, ajo nuk quhet gjaku, atyre nuk quhet gjak. Por shembull kafsha jo, çfarë themi ne ato? Jo i shpenda ato, por shembull miza, insektet. Por shembull miza, pastaj ajo mushkoja, ajo nga aty që del nuk quhet gjaku sipas sharia, pse nuk rrjedh. Një njeri ka ardhur tek Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu,
Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu në hax, në kohën e hax. Edhe pyeti shoku Profet alayhis salam, çfarë është mendimi jot për gjaku mushkonja? Sa ju irakian, domethënë njerëzit nga qyteti Kufa, nuk keni bërë pyetja tek një dietari që si është gjaku Huseni edhe fisi Profet alayhis salam kur keni vrarë. Edhe ke ardhur për të pyetur domethënë për mushkonja, gjaku mushkonja. Atë janë të i pastër. Edhe nëse hyret në kjo pse jemi duke treguar, nëse hyret në çumash, ka hyrë në çumash miza ose mushkonja, ato janë të i pastër. Kurse vëlla Adam është ulur në mësim të prezent, ai dekon një hadith i tjetër, ai thotë që miza nëse gordhet ka hyrë, ose është duke fluturuar edhe ka hyrë në ushqimin ton. Në hadith Profet alayhis salam është që ajo zakonisht kur bie, një krahu len jashta, një krahu len brenda, ashtu bie. Sa atëherë ju përmbysni komplet atë. Edhe pastaj hidhini. Qeshin disa talin. Por hadithi Profet selam ka treguar i shkaku edhe sot i s'ken sa ka arritur. Që fa inna fi ihda janahayhi da'un wa fi ukhra dawa. Që në një krahu saj është i sëmundje, domethënë ato pishlik që ka ikur, ato janë. Kurse anës tjetër Allahu xhaleshanu ka lënë ilaç. Edhe kur ti fut komplet brenda dhe pastaj hedh jashta, atëherë atë ilaçi është brenda dhe ajo pa pastërti që kishte nuk bën efekt i keq për neve. Kjo është një A presupozohet që ai insekti mizat, më thamë, po është zhyt në gjellë temi ose në qumë është ngordh aty. Dhe duke qenë ngordhur, ajo përsëri nuk e ndot ushqim. Jo, nuk do, tamam. Pse? Na atë nuk është gjaku. Domethënë, nuk është miza, nuk është si miu. A kupton? Miu nëse gordhet bëhet pa i pastër. Jo miza. Pse nuk ka gjak brenda atyre, miza ato nuk kanë gjak. Ngordhësira e tyre është Po, ishin disa vlezar nihe në Ramzan, edhe unë paraqita disa stika. Edhe në stika unë thash keni kujdes janë krimba e bardhë, sa nuk ka problem dhe nuk ka gjak vend. Unë thash haram, nuk hajt krimba, kupton? Vlezar një masala që kanë shkruar fuqaha, në kohën e tonë nuk dodh, por në librat e fiqhu është. Ajo çfarë është? Që spermë dikush ishte shumë trash, ose do shta ka zona afrikane, ato njerëzit që hajnë ushqime të komplet e real, jo me vaj që hajemi ne, vaj që është filtruar, me atë vaj është, edhe kur është i spermi trash, është lejuar, një qëpse dikush, për shumë një qëpse si thënë gajo që del ka hundë? Qura. Nëse është i qura trash edhe ke farkuar edhe doli, shariat disot edhe që pastër. Por spermi zakonisht që del hol edhe bashkon me roba, është detyrueshëm ta lahet, edhe shtrydhet tamam. Kurse shariati nuk thot ajo gjaku që është gjaku peshku, ose është 2-3 kafsha tjera, ajo është najasa khafifa. Wa bawlu ma yukalu lahmuhu, bawlu al-farsi, wa damu as-samaki, wa lu'abu al-baghali, kanë shkruar disa që ato janë të najasa al-khafifa. Se nuk është gjaku real, gjaku peshku. Se gjaku real çfarë do të vlezë kur thahet del kthehet zez. Kurse gjaku peshku bëhet i bardhë. Edhe prandaj nuk është gjak. Është thjesht në vena duket si gjura që është gjak. Prandaj edhe ajo nuk është detyrueshëm therrja. Se nuk ka dar gjaku aq sa derdhet brenda. Se kur gjaku është plot, atëherë ka therrja, prandaj është. Kto ishin disa masail? Është si lloj plazme. Po, mashallah. Ajo është puna juaj që keni bërë skenca ose medical, unë tregoni, tamam, shumë mirë, mashallah. Allah shpëleft. Tamam vlezar, baroj një qef se ka, disa pyetja, ne kemi lënë masailet të gra, inshallah kur dhe jemi fizikisht do bëjmë. Mirë vlezar. Selam aleikum. Wa iyyakum inshallah. Selam aleikum. Amin. Selam aleikum. Aleikum selam.